djali Kushëririt të parë. Edhe djali i ri. Si e morët vesh lajmin? Nga televizori. Sa vite kishte djali që jetonte në Greqi? Jetonte me familjen atje? Po e më duke se aty kishte lindur. Atje lindi. Ishte tifoz? Po di matërime ndeshin një ekip basketbolja, nuk e di çfarë ekipi ndishin se. Kush los, na futbolla, po jo futboll duket. Normania, se nga ikni, nuk i di mirë se pak e dëgjova në televizor, vetëm që e dha. Edhe si ikin me furgon, që më përplasur me një kamion, nuk e di mirë çfarë ka ndodhur. Edhe kjo është ngjarja. Jetonte në Greqi. Aty kishin lindur, ja aty kishte vdekur. Me kë jetonte? Me prind, me motrën, me këta, me tjerë, me Romë. Nuk kemi patur shumë lidhje që kur i vdiqi ati, dhe e jema u rimartua me një tjetër dhe ne nuk dim tash që çfarë ndodh ande. S'kan ardhur njërë këtu në Shqipëri ata. Kjo në fakt është një tragjedi shumë e madhe. Shumë e madhe. Si e keni përjetuar duke qenë se është i afër me juaj? Po pavarësisht se ne nuk kemi patur lidhje, se si qikën dhe ne nuk vinim do se s'kemi as ato, karta, pasaporta, shi që të vejme. E duke vdekur dhe Kushëriri, mbyllen shumë gjëra. Nuk dim se jam martua, pastaj këta nuk u lidhë me që të kuptoni. Babai ka lënë në moshë të vogël, Po kam gati 10 vjet aty. Ky që një 3-14 kur ka vdekur aty. Diçka nuk u ashtu. Ishin emigrantë në Greqi edhe se ka Korça dhe gruaja e jema. Janë të gjithë nga Korça. Edhe si qikën shqiptarët. Andaj kanë lindur, dhe djali dhe një vajzë që ka lënë. Edhe ashtë i pati keq, ka të djali. Edhe është pratë si e madhe shumë. Të me në keq. Qatë dhe mi tjetër. Faleminderit. Ushëllime. Më thuaj pak emrin të lutem? Thomaq. Thomaq? Ninka. Ninka. Faleminderit.